Nga pranvera e vitit 2026, aeroporti ndërkombëtar i Rinasi do të mundësoj fluturime direkte midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një hap historik për aviacionin shqiptar dhe lidhjet ndërkombëtare të vendit. Lajmi u konfirmua nga kreu i Autoritetit të Aviacionit Civil, Maxim Ethemaj, gjatë një interviste televizive, ku theksoi se puna për përgatitjen e infrastrukturës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare janë drejt finalizimit. Aeroporti i Rinasit, i vetmi aeroport ndërkombëtar funksional i vendit për momentit, po i nënshtrohet një transformimi të rëndësishëm për të përmbushur standardet ndërkombëtare të fluturimeve transatlantike. Sipas Ethemaj, pista aktuale po zgjatet dhe po forcohet për të përballuar ngarkesën dhe specifikat teknike të avionëve të mëdhenj që përdorshin në linjat interkontinentale, veçanërisht ato që operojnë fluturime drejt dhe nga SBA-t. Pista po zgjatet, po forcohet. Presim që marrëveshja me operatorin amerikan të nënshkruhet në shtator-tetor dhe nëse gjërat shkojnë siç ne parashikojmë, për shkak të situatës gjeopolitike që po ndodh, presim që në pranverën e vitit 2026 të nisin fluturime direkte për dhe në aeroportin e Rinasit drejt Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar kreu i aviacionit civil. Kjo nisëm pritet të sjellë përfitime të shumëfishta për ekonominë shqiptare. Fluturimet direkte drejt SBA-ve do të forcojnë ndjeshëm lidhjet me diasporën shqiptare në Amerikë, e cila numëron qindra mijëra shqiptar të shpërndar kryesisht në New York, Detroit, Boston dhe Chicago. Lehtësimi i udhëtimit për këtë komunitet do të kenë ndikim pozitiv në turizëm, remitenca dhe shkëmbime ekonomike. Gjithashtu, lidhja ajrore direkte me SBA-n do të forcojë dhe rolin gjeostrategjik të Shqipërisë në rajon, duke e pozicionuar vendin si një ndër nyjet më të rëndësishme tranzit në Ballkan për udhëtime ndërkontinentale. Shqipëria do të jetë një ndër vendet e para në Ballkanin Perëndimor që ofron një linjë të tillë direkte. Në intervistën e tij, Ethemaj theksoi gjithashtu se aeroporti i Vlorës, i cili është ende në ndërtim e sipërm, është konceptuar që në projekt për të akomoduar linja ndërkontinentale, përfshir fluturime drejt SBA-ve. Megjithatë, për këtë aeroport do të nevojitet pak më shumë kohë për realizim të plotë, për shkak të procesit të certifikimit dhe lëvizjeve ndërkombëtare. Aeroporti i Vlorës është i ndërtuar që në fillim për të akomoduar këtë linjë, por do duhet pak më shumë kohë për të realizuar, sepse do duhet të certifikohet, proces për të cilin me aeroportin e Rinasit e kemi përfunduar. Pra i pari do të jetë aeroporti i Rinasit në pranverë të vitit 2026, i ndjekur nga aeroporti i Vlorës 1 ose 2 vite më vonë, ka theksuar ai. Një tjetër aspekt kyç për realizimin e kësaj nisme është përmbushja e standardeve të sigurisë të kërkuara nga autoritetet amerikane, përfshirë Administratën Federale të Aviacionit dhe Agjencinë për Sigurimin e Transportit. Shqipëria ka punuar prej vitesh për të rritur standardet e sigurisë ajrore dhe infrastrukturore, një proces që sipas Ethemajt ka përfunduar me sukses në aeroportin e Rinasit. Sipas tij, certifikata e nevojshme janë marrë ose janë në proces final të miratimit, ndërsa po punohet paralelisht me koordinim amerikan, që do të jetë një përgjegjës për kryerjen e fluturimeve transatlantike. Megjithatë, Ethemaj nuk zbuloi emrin e operatorit ajror me të cilin po negociohet. Burime të ndryshme të industrisë flasin për interes të mundshëm nga kompani të mëdha amerikane, që tashmë operojnë në rajon, si Delta Airlines apo United Airlines. Gjithashtu nuk përjashtohet mundësia një bashkëpunimi me kompani të tjera të specializuara për destinacione të komuniteteve emigrante, siç janë prej operatorëve charter ose low cost me fluturime sezonale. Nëse gjithçka ecën sipas planit, pranvera e vitit 2026 do të sjellë fluturimin e parë direkt mes Tiranës dhe një qyteti të madh amerikan, duke shënuar një kapitull të ri për transportin ajror shqiptar dhe për marrëdhëniet Shqipëri-SBA.